Dokumentari është realizuar në kuadër të projektit Pleshevska Prizma me mbështetjen e Kabinetit të Ministrit pa portofol përgjegjës për pajtim, bashkëpunim rajonal dhe stabilitetin shoqëror të Republikës së Serbisë. Historitë e prezantuara në këtë dokumentar dëshmojnë se zhvillimi i komunitetit fillon nga individët që kontribuojnë për të mirën e përbashkët. Përfshirja sociale dhe respektimi të drejtave të çdo qytetari janë ndër vlerat më të rëndësishme të një shoqërie demokratike. Prej vitesh, Shkëllxeni Mani është i angazhuar në mbështetjen e personave me aftësi të kufizuara dhe në promovimin e pjesëmarrjes së tyre aktive në jetën shoqërore. Si shihni në Preshev jetën kulturore sot dhe sa ka hapësirë për bashkëpunimin mes komuniteteve? Tu i parë rrethonat e kohës, edhe duke u nis prej zhvillimit edhe bumit teknikës, teknologjisë, edhe një hapësirë të bollshme që po e kompenzon njeriu me teknologjinë, mundi me thonë me krahasu me qytetet përreth, vendi jon e ka një farë lloj jete aktive, sa më maj gjallë atë entuziazmin e publikut edhe atë dëshirën për me kultivu diçka, mundi me thonë se është jetë aktive kulturore, duke pas parasysh se çdo muaj një lloj të ndryshëm të aktiviteteve kulturore realizohen. Kryesisht i mbulon sektori jo qeveritar, po në këtë rast edhe institucionet lokale jo që janë gjithmonë pasive, dhe ato me raste bojnë aktivitete angazhime që besoj që e plotësojnë dhe redikuat minimumin e nevojave të publikut tonë për me arrit me pas një vlerësim cilësor dhe me zhvillu mendimin e kritikës kulturore. E në këtë rast, qësh kom njohuri unë, e di se gjitha këto aktivitete janë publike dhe janë të hapura për të gjithë qytetarët. Kështu që po besoj, e kom një bindje që të jenë përfshim gjithë komunitetet edhe shpesh ndodh që në për disa aktivitete kulturore ne takojmë bashkëqytetarë tanë që janë edhe të nacionaliteteve të ndryshme që jetojnë bashkë me neve në vendin tonë. Angazhimi qytetar luan një rol të rëndësishëm në zhvillimin e komunitetit. Përmes punës së tij, Pastërika Mehmeti ka kontribuar në promovimin e kulturës dhe pjesëmarrjes qytetare. Sot në Preshev kemi hapësira të ndryshme për të bashkëpunuar me komunitete ndryshme përmes organizatave jo qeveritare, po gjithashtu ka raste që edhe në nivel komunal kemi pasën mundësi që me pas aktivitete. Arsimi është një nga faktorët më të rëndësishëm në ndërtimin e mirëkuptimit dhe respektit të ndërsjellë. Përmes punës me të rinj ndërtohen ura bashkëpunimi dhe dialogu. Vitet e fundit jeta kulturore në Luginë Preshevës, veçanërisht komunën e Preshevës, është në rënjësi për gjitha kombet dhe të etnitetet që jetojnë në qytetin e Preshevës, e veçanërisht për ato mes komunitete. Por hapësirë, për vetë faktin që ka mungesë të tyre, normalisht që hapësira krijohet vetvetivo dhe ka realisht për shkak mungesës së aktiviteteve të përgjithshme, ka hapësirë të dur, po edhe shumë nevojshme për bashkëpunim lehtemin ndëretnik mes komuniteteve që jetojnë në qytetin e Preshevës. Mendoni se arti dhe kultura mund të kenë rol në afrimin e komuniteteve të rinjve shqiptar dhe serb në Preshev? Po realisht vetë arti është arsyeja kryesore e artit është për me ndërtu ura në këtë rast me kriju bashkëpunime të reja midis etnive të ndryshme të botës, po si në këtë rast edhe të shqiptarëve, romëve ose serbëve ose gjithë etnive që jetojnë në Republikën e Serbisë. Prandaj është edhe një mënyrë e rrugës që njerëzit bashkohen nëpërmjet e artit të ndahen nëpërmjet politikës, siç edhe rëndom ndodh. Sigurisht mendoj që arti është një mjet cili, domthonë përmes artit, muzikës, kulturës, grafitit, mundet që të rinjt të ulen dhe të bashkëpunojnë për diçka qytetare në Luginë e Preshevës ose në Preshev. Përvojat e deritanishme kanë dëshmuar se arti kryesisht është si një lloj prezantimi individual. Mirë po jo që nuk do me thonë që nuk mund më bo një ekip, një grup që përfaqëson qoftë një ekspozit apo një lloj galerie ose një lloj aktiviteti kulturor. Deri tash i kam pa pak hera kur i kam pa një grupull artistëve ose piktorëve ose
njerëzve të kulturës që janë grumbulluar dhe kanë prezantuar një gjë të përbashkët. Mirë po, pavarësisht kësaj, ne kemi pa që në për ekspozita ose në për koncerte, kemi pa mjaft publik të interesum, edhe nga komunitetet të tjera ka pas pjesëmarrës edhe kanë dhënë vlerësimin e tyre, sepse ato e prezantojnë tek e fundit një shije artistike. E kjo normalisht që tregon se ne posedojmë një potencial të mirë për me prezantu vendin edhe vendlindjen kudo që shkojmë, sepse arti mund ta jep një shembull shumë pozitiv në këtë rast, për dallim prej disiplinave tjera. Ne mundi me rri me prezantu artin edhe mundi me qenë për një përfaqësim i gjanë i vendit tonë përmes aktiviteteve kulturore. Kështu që besoj që kishte me qenë një mënyrë ure bashkëpunimi ose një mënyrë e afrimit ose njohjes mes njerëzve ose trive përmes artit edhe kulturës, sepse ne njehmi shumë personalitete botërore që s'janë të shtetit tonë, ose s'janë vendit tonë ose nacionalitetit tonë, po i njohmi përmes vlerave artistike që i kanë kriju, ose qoftë muzikës, artit, pikturës ose skulpturës, edhe njohmi shumë njerëz përmes veprave tyne. Këtu po mendoj që ndoshta kishte me qenë shumë arsyeshme, shumë e mirë që ne me i prezentu përmes vlerave dhe veprave artistike dhe vendin. Kemi mjaft shembuj të mirë aktualisht, më kujtu tash Hivzin Uhiu, i cili ka bo gravurën e Nënës Teres në Guri, pastaj zemrën e Preshevas aty në Guri sërish, një njeri mjaft artdashës që na ka dhënë gjithë qytetit këto dhurata të mira, vepra artistike. Pastaj kemi aktualisht Ismet Jonuzin, një njeri mjaft i pëlqyem nga publiku për ato veprat e artit që i kultivon. Gjithashtu kemi edhe mjaft tjerë artistë lokal që punojnë një ndallum për veprat e tyre në Guri, Polhur, ose që mirën me kombinimin e bezit me pikturën, ose nda ato që ishin qoftë më herët tentene, goblena e kështu me radhë, që vërtet po e prezantojnë vendin tonë edhe në për qytete edhe në për kultura ndryshme, kështu që kjo kishme mujtë më konë mundësi shumë e mirë që me vazhdu edhe për komunitetet tjera. Çdo komunitet ndërtohet nga njerëzit e tij, nga ata që me punën, përkushtimin dhe angazhimin e tyre kontribuojnë në zhvillimin e shoqërisë dhe në formimin e lidhjeve mes njerëzve. Plesheva është një hapësirë ku bashkëjetojnë kultura, tradita dhe përvoja të ndryshme. Në këtë mjedis, çdo individ që kontribon për të mirën dhe përbashkët bëhet pjesë e një historie më të madhe. Cilat mendoni ose konsideroni se janë sfidat më të mëdha për ndërtimin e dialogut ndërkulturor në Preshevë? Sfidat kryesore të ndërtimit të dialogut ndërkulturor në Preshevë mendoj që janë stereotipet e ndryshme, pastaj është gjuha që mundet me qenë sfidë për të rinj, cilët disa edhe shprehin interesim e nuk shprehin interesim për ta mësu ose gjuhën shqipe ose gjuhën serbe. Për mendimin tim nuk është që ka sfida të mëdha, përpos mungesës së vullnetit mes qytetarëve brenda ose edhe ajo që është vendede mos njohja gjuhës së komunitetet. Në këtë rast komunitetit pakistë sërb që nuk e din gjuhën shqipe në nivel lokal në Preshevë, po edhe mungesa mos njohja gjuhës serbe nga ana e komunitetit pakistë në vend, në Republikë Shqiptarëve në Serbi. Mendoj ajo mund të jetë barriera kryesore për bashkëpunim, për ndryshe nuk është se ka ndonjë, le të themi, pengesë tjetër. Shife deri tash për mos me u bë ky dialog ka ndërdiku propaganda politike, edhe shumica e trive, sidomos ata që janë ndiku prej televizionit edhe mediave të shtypura, sidomos në Serbi, janë ndiku prej politikës ditore, çarqeve të ndryshme, po s'do me thonë që në praktikë është jeta qashtu. Ne asnjëherë deri më tani nuk kemi pas ndonjë keq kuptim ose mosmarrveshje me njerëzit e komunitetit lokal, qofshin serb ose rom në komunën tonë. Ata na respektojmë, i respektojmë dhe deri më tani nuk kemi pas ndonjë arsye ose mënyrë por mos me u njoft ose mos me u afru bashkarisht. Këtë rast po mendoj që
arti edhe kultura i ka lënë gjitha barrierat, qofshin ato gjuhësore ose kulturore, për me afru njerëzit mes veti, po ka qenë kryesisht diskriminimi ose ajo propaganda politikës shtetërore që i ka ndikuar që me u fellu kjo distancë dhe me u po një largësi shumë e madhe për bashkëpunim dhe komunikim që po besoj që ndoshta me një qasje ose metodologji tjetër kish me kon një teren ose një praktik krejt tjetër që artistët e kuptojnë shumë më mirë ose ata që kultivojnë kulturën e dinë shumë më mirë se sa i ka bo barriera kjo sfidë. A ka pasur raste kur përmes aktiviteteve kulturore keni marrë pjesë së bashku me të rinjtë e komuniteteve tjera? Po, gati për gjatë gjithë 2 dekadave të fundit që kam qenë aktiv në letëm një jetën publike në Serbi, unë që gjithë kohës kam qenë bashkëpunues me gjitha komunitetet pa dallim, veçanërisht ata serb, po dhe komunitetet tjera, rom, hungarez, kroat, bosnjak në Republikën e Serbisë, edhe gati për gjithë këto kohë, gjithmonë kanë qenë në bashkëpunim me ta, derisa nuk e dini se ekziston ndonjë projekt ose aktivitet i viteve të fundit që kam bashkëpunuar vetëm me shqiptar. Po, kam pasur raste kur kemi bashkëpunu së bashku me komunitetin serb, bile ato kanë ndodhur në Kosovë, në Prizren, ku kemi trajtu temat ndryshme të tolerancës, të bashkëpunimit të tjera. Shumicën aktiviteteve që kemi realizuar me karakter kulturor kanë qenë të hapura për të gjithë qytetarët e Preshevës, po edhe më gjerë. Kështu që ndoshta shumë prej aktiviteteve që kemi realizu, jam të mendu që nuk di do një aktivitet publik ose i karakterit me takimet përbashkët ose më shumë se grupore, nuk ka qenë i përfshim ndonjë serb ose ndonjë rom. Kështu që përjashtu atyve që ka qenë fush e ngushtë e veprimtarisë kur ka pas takim individual ose diçka të tillë, aktivitetet e kulturore të përbashkëta që kanë qenë lidhur me bashkëjetesën, komunitetin, aspektin e religionit e të ndryshme, patjetër që kanë qenë të përfshime edhe pjesëtar të komunitetit që asnjëherë nuk e kemi vënë në dyshim se a duhet të jenë ata ose s'duhet të jenë ata, po ata kanë qenë vetëm janë pjesë organizatave, aktiviteteve dhe neve na ka mjaftuar me pas siguruar me një projekt edhe pjesëmarrjen e tyre gjithmonë kemi të sigurt, të sinqertë edhe vullnetare, kështu që deri tani shumicën e aktiviteteve që kemi prezantuar ose që i kemi publikuar janë shumë aktiv edhe pjesëtarët e komunitetit që kanë dhënë kontributin e tyre, angazhimin mjaft pozitiv edhe me qasje mjaft pragmatike. Sa e shihni se është interesimi i të rinjve për aktivitetet të cilat kanë për bazë tolerancën mes komuniteteve? Interesimi është mjaft i madh, për shkak se të rinjt janë të interesuar të dimë më shumë për kulturën e njëri tjetrit, të dimë për kulturën serbe, por gjithashtu edhe të rinjt janë të interesuar me ditë për kulturën shqiptare dhe se si jetojmë ne, kështu që mund të them që ka interesim nga të dy palët. Në përgjithësi, jo që ka shumë interesim të madh, po me aktivitete kreative dhe me punëtori që përnime i përshtaten moshës edhe mentalitetet të rinjve, ata kanë shfaq një pjesë të tyre interes, po në për shumicën e rasteve kemi pas me grupet moshave të përzime, të fillu prej shkollës mesme, studenta e kështu me radhë. Po vetë mungesa zhvillimit fillimisht vetë qytetit Preshevës, si qytet në farë mënyrë e harruar nga dy qendrat të shqiptare, Prishtina dhe Tirana, po në farë mënyrë edhe diskriminuar nga Beogradi zyrtar. Këtu jo se nuk ka vullnet për aktivitete kulturore, po është pasivizuar në përgjithësi ata të rinjve në komunë, kjo për faj trend parë zhvillimit ekonomik të vendit, po dhe social e kulturor. Kjo për faj të politikës, derisa qytetarët si të rinjët e vendit, normalisht se kapësje të madhe për bashkëpunim edhe për zhvillim të jetës kulturore. Nga gjendja aktuale, çfarë duhet të ndryshojmë, se çfarë duhet të përfshijmë që të rinjt të kenë më shumë aktivitete ndërkulturore të përbashkëta? Mas shumë duhet me ndryshu qasje ndaj njëri tjetrit në këtë rast ndaj komunitete, po
rrjedhimisht edhe çasti ndaj pusheteve politike, qoftë atyre qendrore, qoftë lokale, kur për mendimin tim janë arsyet kryesore të cilat ditën më tepër, sidomos qyteti i Preshevës degradon edhe kulturalisht, po edhe politikisht, ekonomikisht, ku edhe veç vret mungesa shumë trive në qytetin e Preshevës, që rrjedhimisht fillimisht duhet ndryshohet gjasja e të rinjve ndaj politikës, siç e theksova me qenë makrit të angazhuar për makritik ndaj tyre, derisa më bashkëpunues mes vete, e jo siç rëndom ndodh ku të rinjt janë ndarë ekstremisht shumë politikisht se janë të bashkuar në atë diskriminimin që ju ndodh vetë atyre nga vetë ata që këta i përkrahin. Si që thash edhe më herët, për pjesën e artit, ta përdorin si mjet ku bashkojnë dhe ulen së bashku për të bërë një aktivitet, ku është në dobi të rinis, në dobi të qytetarit dhe që rezulton me një punë mjaft mirë në qytet. Gjithmonë duhet ndryshimi filloj nga vetja, po në këtë rast është përgatitja, formimi i trive që nga fëmiria, kështu që gjithmonë duhet fillohet nga qasja e kurikulave, qasja mediale, qasja familjare, rrethi, ambienti ku rritën. Kështu që po mendoj që me një qasje më pragmatike, me një veprim më konkret, me praktikat pozitive, me ndryshimin e kurikuleve shkollore, me që kanë karakter bashkëpunimi dhe kooperimi, me ndaljen e gjuhës së urrëtieve nëpër mediat kombëtare, me përmbajtjen e fjalorit të politikbërzve, po mendoj që kjo qasje mund të ndryshojë dhe një praktik shumë e mirë kish me qenën vizitat, bashkëpunimet, hapja institucioneve, karshi mundësive dhe gjanave që ofrojnë një tjetrit vend se kur shkëmbejnë përvojat të rit ose njerëzit e vendeve ndryshme, ato i thejnë shumë barjera. Sipas jush, sa është e rëndësishme që të rinjt të njohin kulturën e njëri tjetrit? Po realisht është e rëndësishme në gjithë botën me njohë sa më shumë kultura dhe sa më shumë tradita, atë më tepër në një shtet multietnik që janë Serbia ose në një rajon multietnik që është Ballkani, kështu që sa më shumë kultura në botë, një ose gjuhë ose edhe traditat e kombeve tuaja është më e mirë për vetë individin. Kjo pjesë është pjesa më e rëndësishme të rinjt në Preshevë, apo edhe në gjithë botën, për shkak se kur ne njohim një tjetrin, e dim më mirë se çfarë na duhet, çfarë ne kërkojmë dhe cilat janë ato nevojat që ne ja plotësojmë njëri tjetrit. Mendoj që kjo është pjesa kryesore ku dy popull apo dy kombe apo dy grupe njerëzish kanë mundësi që të ulen bashkë dhe të punojnë diçka dobiprurse. Kjo është vlerë, kjo është një diçka pozitive, sepse nuk kish me qenë Ylberia që bukur nëse kish pas vesh një ngjyrë, po i ka 7 ngjyra, për ata arsye ka një mrekulli në pamje, kështu që për këtë arsye është shumë e arsyeshme, shumë e begat, sikurse me i njoft çdo secili traditat, kulturën e një tjetrit, kështu që kjo është me qenë shumë pozitive, shumë qasje e mirë. Çfarë mesazhe do jepni të rinjve sa i përket tolerancës dhe komunikimit ndërkulturore të këta? Mesazhi për të rinjt e Preshevës është që më shumë të kenë bashkëpunim, të pranojnë njëri tjetrin më shumë, sepse çdo akt tolerance manifestohet me një akt sakrifice, andaj duhet të sakrifikojmë diçka që të bashkëpunojmë dhe të bëjmë për shoqërinë. Gjithmonë ata që vujnë janë më tolerantë. Ata që na kemi një kalume të përbashkët, që ndoshta jo gjithmonë është varë prej neve ajo e kalume, po na tash duhet mendojmë për të ardhmen edhe kish me qenë shumë e arsyeshme sikur të fokusohemi te bashkëjetesa, mirëkuptimi dhe bashkëpunimi e në një tjetrit t'ja respektojmë bindjet, dokët dhe zakonat, po normalisht me raste caktume edhe t'i tolerojmë ato bindjet ekstreme ose qofshin ato të karakterit pak ma të skajshëm që mund të ndikojnë edhe mendimin e dikujnë ose bindje ndryshe të tjerëve.
Komunën e Preshevës gjithmonë ka pas tolerancë ose bashkëjetesë me komunitete tjera, veçanërisht ata serb, ndoshta unë do të kërkoja më pak tolerancë ndaj politikës ose pushteteve kushdo qofshin ata, sepse ata janë penguesit kryesor mbas atë bashkëjetesës mes komuniteteve këto, përfshirë edhe politikanë shqiptarë ata serb, të cilët në mungesë të programa ose të sukseseve tyre në zhvillim ekonomik i thirrën gjuhëve nacionaliste, turbo-nacionaliste, turbo-folk dhe vjedhimisht krijojnë edhe barriera për bashkëpunim mes komuniteteve, sidomos gjeneratave të reja.